Data 23 korrik. Gjyqtarët, kapitulli 6. Bijtë e Izraelit bën atë që është e keqe në sytë e Zotit, dhe Zoti i dha në duart e Midianit 7 vjet me radhë. Dora e Midianit u bë e fortë kundër Izraelit. Nga frika e Midianitëve, bijtë e Izraelit bën shpella në male si dhe guva dhe fortesa. Kur Izraeli mbaronte së mbjelluri, Midianitët bashkë me Amalekitët dhe bijtë e lindjes niseshin kundër tij. E ngrinin kampin e tyre kundër izraelitëve, shkatronin të gjitha prodhimet e vendit deri në Gaza dhe nuk linin në Izrael as mjete jetese, as dhen, as lop, as gomer. Sepse niseshin me bagtin e tyre dhe me çadrat e tyre dhe arrinin të shumët si karkalecat. Ata dhe devet e tyre ishin të panumërt dhe vinin në vend për të shkatruar. Kështu Izraeli u katandisni një varfëri të madhe për shkak të Midianit dhe bijtë e Izraelit i klithën Zotit. Kur bijtë e Izraelit e thirrën Zotin për shkak të Midianit, Zoti u dërgoi bijve të Izraelit një profet që u tha atyre: Kështu flet Zoti, Perëndia e Izraelit: Unë ju nxora nga Egjipti dhe nga shtëpia e skllavërisë. Ju çlirova nga dora e egjiptasve dhe nga dora e të gjithë atyre që ju shtypnin. I dobova para jush dhe ju dhash vendin e tyre dhe ju thash: Unë jam Zoti, Perëndia juaj. Mos keni frikë nga perëndit e Amoreve në vendin e të cilëve banoni, por ju nuk i keni vënë veshin zërit tim. Pastaj erdhi angjëlli i Zotit dhe u ul në lisjen e Ofrahut që i përkiste Joashit, Abiezeritit, ndërsa biri i tij Gideoni shtrinte gurin në një vend të ngushtë për ta shpëtuar nga Midianitët. Angjëlli i Zotit ju shfaq dhe i tha: Zoti është me ty, o luftëtar trim. Gideoni u përgjigj: Im Zot, në rast se Zoti është me ne, atëherë pse na ndodhen tërë këto? Ku janë mrekullitë që na kanë treguar etrit tan duke thënë: A nuk na nxori Zoti nga Egjipti? Por tani Zoti na ka braktisur dhe na ka lënë në duart e Midianit. Atëherë Zoti u drejtua atij dhe i tha: Shko me këtë fuqi që ke dhe shpëtoje Izraelin nga dora e Midianit. A nuk jam unë që po të dërgoj? Ai u përgjigj: O im Zot, si mund ta shpëtoj Izraelin? Ja, familja ime është më e dobta e Manasit, dhe unë jam më i vogli në shtëpinë e atit tim. Zoti i tha: Por unë do të jem me ty, dhe ti ke për t'i mundur Midianitët, sikur ata të ishin një njeri i vetëm. Atëherë Gideoni i tha: Në rast se kam gjetur hirin tënd, më jep një shenjë se je ti ai që flet me mua. Mos u largo pra që kthej para se të kthehem te ti, të sjell blatimin e ushqimit dhe të ta vë përpara. Zoti tha: Do të pres sa të kthehesh ti. Atëherë Gideoni hyri në shtëpi dhe përgatiti një kec dhe kuleç pa maja, me një efa miell. E vuri mishin në një shport dhe lëngun në një kusi, ja çoi atij në lisin dhe ja ofroi. Angjëlli i Zotit i tha: Merre mishin dhe kuleçet pa maja, vendosi mbi këtë shkëmbë dhe derdh mbi to lëngun e mishit. Dhe ai veproi kështu. Atëherë angjëlli i Zotit shtriu majën e bastunit që kishte në dorë dhe preku mishin dhe kuleçet pa maja. E nga shkëmbi u ngrit një flak që dogji mishin dhe kuleçet pa maja. Pastaj angjëlli i Zotit u zhduk nga sytë e tij. Kështu Gideoni e kuptoi se kishte të bënte me angjëllin e Zotit dhe tha: Vaj me det o Zot, sepse e pash angjëllin e Zotit sy me sy. Zoti i tha: Paqja qoftë me ty, mos ki frikë, s'ke për të vdekur. Atëherë Gideoni ndërtoi një altar për Zotin dhe i quajti Jehova Shalom. Ai gjendet edhe sot në Ofrahun e Abiezeritëve. Po atë natë, Zoti i tha: Merr demin e atit tënd dhe demin e dytë 7 vjeçar. Shemb altarin e Balit që i përket atit tënd dhe rrëzo Asherahun që i qëndron afër. Pastaj ndërto një altar për Zotin, Perëndin tënd në majtë e këtij shkëmbi, sipas rregullit të caktuar. Pastaj merr demin e dytë dhe ofroje si holokaust mbi lëndën e drurit të Asherahut që do të kesh rrëzuar. Atëherë Gideoni mori 10 burra në mes të shërbëtorëve të tij dhe veproi ashtu siç i kishte thënë Zoti. Por meqense kishte frikë nga shtëpia e atit të tij dhe nga njerëzit e qytetit, në vend që ta bënte këtë punë ditën, e bëri natën. Kur të nesërmen në mëngjes njerëzit e qytetit u ngritën, panë që altari i Balit ishte shembur, që Asherahu që ndodhej prandi ishte rrëzuar dhe që demi i dytë ishte ofruar si holokaust mbi altarin që ishte ndërtuar. Dhe i tha njëri tjetrit: Kush e bëri këtë? Kur pastaj u informuan dhe pyetën, atyre u thanë: Gideoni, biri i Joashit e bëri këtë. Atëherë njerëzit e qytetit i thanë Joashit: Nxirr jashtë birin tënd dhe të dënohet me vdekje se ka shembur altarin e Balit dhe ka rrëzuar Asherahun që ndodhej pranë tij. Joashi u përgjigj të gjithë atyre që ishin ngritur kundër tij: Ju doni të mbroni çështjen e Balit ose ta ndihmoni atë?
Ai që do të kërkojë të mbrojë çështjen e tij do të vritet para mëngjesit të ditës së nesërme. Në rast se ai është Zoti, le të mbrojë vetë çështjen e tij, sepse i kanë shembur altarin e tij. Prandaj atë ditë Gedeoni u mbiquajt Jerubal, sepse u tha: le të jetë Bali që të luftoj kundër tij, sepse ai ja ka shembur atij altarin. Tër midianitët, amalekitët dhe bitë e lindjes u mblodhën, kaluan Jordanin dhe ngritën kampin e tyre në luginën e Jizreelit. Por fryma e Zotit depërtoi dhe Gedeoni që i ra Boris dhe Abiezeritët u thirrën që t'i shkonin pas. Ai dërgoi lajmëtarë edhe në tër Manasin, i cili u thirrë gjithashtu që t'i shkonte pas. Dërgoi lajmëtarë edhe të fiset e Asherit, të Zabulonit dhe të Neftalit, të cilët u nisën për të takuar të tjerët. Pastaj Gedeoni i tha Perëndis: në rast se ke ndërmend ta shpëtosh Izraelin me dorën time siç ka thënë, ja unë do të vë një gëzof me lesht e lëmi. Në rast se do të ketë vesë mbi këtë gëzof dhe gjithë vendi rreth e qark do të mbetet i thatë, atëherë do të kuptoj se ke ndërmend ta shpëtosh Izraelin me dorën time, ashtu si ke thënë. Dhe kështu ndodhi. Të nesërmë në mëngjes Gedeoni u ngrit herët, shtrydhi gëzofin dhe prej tij doli një kup plot me ujë. Por Gedeoni tha ende Perëndis: mos u ndez zemërimi yt kundër meje. Unë do të flas edhe një herë. Më lër të bëj provën edhe një herë tjetër vetëm. Le të mbetet i thatë vetëm gëzofi dhe të ketë vesë mbi gjithë vendin rreth e qark. Dhe Perëndia veproi ashtu atë natë. Vetëm gëzofi mbeti i thatë dhe pati vesë mbi të gjithë tokën rreth e qark. Veprat e apostujve, kapitulli 10. Por në Cezare ishte një far njeriu me emër Kornel, kryeqindës i kohortës që quhej Italik, i perëndishëm dhe që e druante Perëndin me gjithë shtëpinë e tij, i jepte shumë lëmosh popullit dhe vazhdimisht i lutej Perëndis. Ai pa qartë në vegim, aty rreth orës së 9 të ditës, një ëngjëll të Perëndis që hyri tek ai dhe i tha: Kornel. Dhe ai duke ja ngulur syt dhe shumë i trembur i tha: ç'është Zot? Atëherë ëngjëlli i tha: lutjet e tua dhe lëmoshat e tua u ngjiten si kujtim para Perëndis. Dhe tani dërgo burra në Jop dhe thirrë Simonin që e tharrasin Pjetër. Ai është buajtës pra një far Simoni, regjës lëkurësh, që e ka shtëpinë afër detit. Ai do të thotë çfarë duhet të bësh. Dhe si u largua ëngjëlli që i foli, Korneli thirri 2 nga shërbëtorët e tij dhe një ushtar të perëndishëm nga ata që i rrinin pranë gjithnjë, dhe u tregoi gjithçka dhe i dërgoi në Jop. Dhe të nesërmen, ndërsa ata po udhëtonin dhe po i afroheshin qytetit, Pietri u ngjit në tarrac, rreth orës së 6 për të lutur. Dhe e mori uria dhe donte të hante. Dhe ndërsa ata të shtëpisë po i përgatitnin ushqimin, ra në ekstaz. Dhe pa qiellin e hapur dhe një enë si një çarçaf të madh që po zbriste drejt tij. Ishte lidhur në të 4 cepat dhe zbritej në tokë, dhe brenda tij ishin të gjitha llojet e 4 këmbshave të tokës, dhe bishat dhe zvaranikët dhe shpendët e qiellit. Dhe i erdhi një zë: ngrihu Pjetër, therr dhe ha. Por Pietri tha: kurse si o Zot, sepse unë nuk kam ngrënë kurrë gjë të ndyrë ose të papastër. Dhe zëri i tha përsëri për të dytën herë: gjërat që Perëndia i ka pastruar, ti mos i quaj të ndyra. Kjo u bë 3 herë, dhe ajo enë u ngrit sërish në qiell. Dhe ndërsa Pietri po vriste mendjen me veten e tij, ç'të ishte vallë vegimi që kishte parë, ja që njerëzit e dërguar nga Korneli, mbasi pyetën për shtëpinë e Simonit, u paraqiten te dera. Dhe thirrën e pyetën nëse Simoni, i mbiquar Pjetër, ishte bujtës aty. Ndërsa Pietri po mendohej për vegimin, fryma i tha: ja, po të kërkojnë 3 burra. Ngrihu pra, zbrit e shko me ta pas një ngurim, sepse unë i kam dërguar. Dhe Pietri, si zbritit e njerëzit që ishin dërguar nga Korneli, u tha: ja, unë jam ai që kërkoni. Cila është arsyeja për të cilën jeni këtu? Dhe ata i thanë: Kornel kryeqindësi, burri drejt dhe që e druan Perëndin, për të cilin gjithë kombi judejve dëshmon, u lajmërua në mënyrë hyjnore nga një ëngjëll i shenjtë të të tharras në shtëpinë e tij dhe të dëgjoj fjalë prej teje. Atëherë i ftoi të hyjnë dhe i përbujti. Pastaj të nesërmen, Pietri shkoi me ta dhe disa nga vëllezërit nga Jopa e shoqëruan. Dhe të nesërmen hynë në Cezare. Por Korneli po i priste dhe kishte mbledhur fare fisin e tij dhe miqtë e tij të ngushtë. Kur hyri Pietri, Korneli i doli para, i ra ndër këmbë dhe e adhuroi. Por Pietri e ngriti duke thënë: ngrihu, edhe unë njeri jam. Dhe duke biseduar me të,
hyri dhe gjeti mbledhur shumë njerëz. Dhe ai u tha atyre: Ju e dini se nuk është e ligjshme që një jude të shoqërohet me një të huaj ose të hyjë në shtëpinë e tij. Por Perëndia më dëfteu që do mos e quaj asnjë njeri të ndyrë atë pa pastër. Prandaj, sapo më ftua të vi, erdha pa kundërshtuar. Tani po ju pyes, për çfarë arsye më keni dërguar ftesë? Dhe Korneli tha: Që prej ditësh agjëroja deri në këtë orë, dhe në orën e 9 po lutesha në shtëpinë time, dhe ja, para meje qëndroi një burr me rroba të shndritshme dhe tha: Kornel, lutja jote tu dëgjua dhe lëmoshat e tua u kujtuan para Perëndisë. Dërgo pra ndonjë njeri në Jop dhe thirrë Simonin të mbiquajtur Pjetër. Ai ndodhet në shtëpinë e Simonit, rregjës lëkurësh pranë detit, dhe kur të vi, ai do të flasë. Kështu dërgova më një herë të thrasin dhe ti bëre mirë që erdhe. Tani, ne këtu jemi të gjithë në praninë të Perëndisë për të dëgjuar gjithçka që Perëndia të ka urdhëruar. Atëherë Pjetri hapi gojën dhe tha: Në të vërtetë po e marr vesh se Perëndia nuk tregohet i anshëm. Por në çfarëdo kombi, ai që ka frikë prej tij dhe që vepron drejtësisht, është i pranuar nga ai, sipas fjalës që ai u dërgoi bijve të Izraelit, duke u shpallur paqen me anë të Jezu Krishtit. Ai është Zoti i të gjithëve. Ju e dini se çka ndodhur në mbar Juden, duke filluar nga Galilea, pas pagëzimit që predikoi Gjoni. Se si Perëndia vajosi me frymën e shenjtë dhe me fuqi Jezusin prej Nazareti, i cili e përshkoi vendin duke bërë mirë dhe duke shëruar të gjithë ata që ishin të pushtuar nga djalli, sepse Perëndia ishte me të. Dhe ne jemi dëshmitar për të gjitha ato që ai bëri në vendin e Judes dhe në Jeruzalem, të cilin ata e vranë duke e varur në dru. Atë Perëndia i ringjalli të tretën ditë dhe e bëri që ai tu dëftehet jo mbar popullit, por dëshmitarëve të parazgjedhur nga Perëndia, neve që hëngrëm dhe pim bashkë me të, mbasi ai u ngjall prej së vdekurish. Dhe na urdhëroi të predikojmë popullit dhe të dëshmojmë se ai është ai që Perëndia e ka caktuar gjykatës të gjallëve dhe të vdekurve. Por të dëshmojnë të gjithë profetët se me anë të emrit të tij merr faljen e mëkateve kushdo që beson në të. Ndërsa Pjetri ende po i thoshte këto fjalë, fryma e shenjtë rambi të gjithë ata që po e dëgjonin fjalën. Dhe të gjithë besimtarët që ishin në rreth prerë, të cilët kishin ardhur me Pjetrin, u mrekulluan që dhurata e frymës së shenjtë u derdh edhe mbi kombet, sepse i dëgjonin duke folur gjuhë të tjera dhe duke madhëruar Perëndin. Atëherë Pietri u përgjigj: A mund ta ndaloj dikush ujin që do mos pagëzohen këta që morën frymën e shenjtë si edhe ne? Dhe urdhëroi ata të pagëzoheshin në emër të Zotit. Atëherë ju luten të rrinte disa ditë. Jeremia, kapitulli 19. Kështu ka thënë Zoti: Shko e bli një poç balte për ujë. Pastaj merr disa pleq nga populli dhe disa pleq nga priftërinjt dhe dil në drejtim të luginës së birit e Hinomit që ndodhet në hyrje të portës së poqerisë dhe aty shpall fjalët që do të them. Do të thuash kështu: Dëgjoni fjalën e Zotit, o mbreti i Judës dhe banorët e Jeruzalemit. Kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit: Ja, unë do të sjell mbi këtë vend një fatkeqësi të tillë që do të bëj të shumgulloj veshët e cilit do që do të dëgjoj, sepse më kanë braktisur, kanë përdhosur këtë vend dhe u kanë djegur temjan perëndive të tjera që nuk i njihin as ata vetë, as etrit e tyre, as mbretërit e Judës, dhe e kanë mbushur këtë vend me gjakun e të pafajshmeve. I kanë ndërtuar vendet e larta Balit për të djegur bitë e tyre në zjarr si holokaust Balit, gjë që nuk kisha urdhëruar dhe për të cilën nuk kisha folur kurrë dhe nuk më kishte shkuar ndërmend. Prandaj ditët po vinë, thot Zoti, kur ky vend nuk do të quhet më Tofet, as lugina e birit të Hinomit, por lugina e masakrës. Unë do t'i bëj të kota qëllimet e Judës dhe të Jeruzalemin të këtë vend, dhe do të bëj që të rrëzohen nga shpata përpara armiqve të tyre dhe nga dora e atyre që kërkojnë jetën e tyre, dhe do t'u jap kufomat e tyre si ushqim shpendëve të qiellit dhe kafshëve të tokës. Do ta katandis këtë qytet një shkatërim dhe një objekt talljeje. Kushdo që do t'i kaloj pranë do të mbetet i habitur dhe do të fillojë të fishkëllej për tërë plagët e tij. Do të bëj të hanë mishin e bijve të tyre dhe mishin e bijave të tyre, dhe do të hanë mishin e njëri tjetrit gjatë rrethimit dhe shtrëngesës, në të cilat do t'i ngushtojnë armiqtë e tyre dhe ata që kërkojnë jetën e tyre. Pastaj do të thyesh poçin në pranitë të atyre njerëzve që do të kenë ardhur me ty dhe do të thuash atyre: Kështu thot Zoti i ushtrive, kështu do të coptoj këtë popull dhe këtë qytet, ashtu si coptohet një poç balte që nuk mund të ndreqet më.
atëherë do t'i varrosin të vdekurit në Tofet, sepse nuk do të ketë më vend për t'i varrosur. Kështu do të veprojë në këtë vend, thot Zoti, dhe me banorët e tij, duke e bërë këtë qytet si Tofeti. Shtëpitë e Jeruzalemit dhe shtëpitë e mbretërve të Judës do të jenë të papastra ashtu si vendi i Tofetit, që janë të gjitha shtëpitë mbi çatit e të cilave i kanë djegur temjan tërë ushtrisë së qiellit dhe u kanë bërë libacione perendive të tjera. Pastaj Jeremia u kthye nga Tofeti, ku Zoti e kishte dërguar të profetizonte, u ndalte obori i shtëpisë së Zotit dhe i tha tërë popullit: Kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit: Ja unë po sjell mbi këtë qytet dhe mbi të gjitha lagjet e tij të jashtme tërë të keqen që shqiptova kundër tij, sepse kanë forcuar qafën e tyre për të mos dëgjuar fjalët e mia. Marku, kapitulli 5. Dhe arritën në bregun tjetër të detit, në krahinën e Gadarenasve. Dhe sapo Jezusi zbriti nga barka, menjëherë nga varrezat i doli përpara një njeri me një frymë të ndyrë, i cili banonte në varreza dhe kur kush s'kishte mundur ta lidhte qoftë edhe me zinxhir. Shpeshherë pra i kishin lidhur me pranga e zinxhir, por ai gjithnjë i këputhte zinxhirët dhe i thyente prangat. Dhe kur kush nuk e kishte bërë dot zap. Dhe vazhdimisht natën dhe ditën ishte nëpër male, nëpër varre, duke bërtitur dhe duke e rrahur veten me gur. Tani kur e pa Jezusin prej së largu, ai u turr dhe ra përmbys përpara tij dhe me një britëm të madh tha: Çka midis meje dhe teje, o Jezus, biri i Perëndisë më të lartë? Unë të përgjërohem në emrin e Perëndisë, mos më mundo, sepse ai i kishte thënë: Frymë ndyr, dil prej këtij njeriu. Atëherë Jezusi e pyeti: Si e ke emrin? Dhe ai u përgjigj duke thënë: Unë quhem Legjion, sepse jemi shumë. Dhe i lutej më të madhe që ai të mos i përzinte nga krahina. Tani aty në brinj të malit ishte një tufë e madhe derra shekulloste. Atëherë gjithë demonët u lutën duke thënë: Na dërgote derra që të hyjmë tek ata. Dhe Jezusi menjëherë u lejoi atyre. Atëherë frymrat e ndyra, pasi dolën, hynë në derrat dhe tufa u hodh poshtë nga gremina në det. Ishin afro 2000 krerë dhe u mbytën në det. Atëherë ata që i kullotin derrat morën aratin dhe përhapen lajmin në qytete në përfshatra, dhe njerëzit erdhen për të parë çfarë kishte ndodhur. Kur erdhen te Jezusi, pan të demonizuarin, atë që kishte pasur legjionin, ulur, të veshur dhe me mendje në rregull, dhe patën frikë. Dhe ata që e kishin parë ngjarjen, u treguan atyre se çfarë i kishte ngjarë të demonizuarit dhe në lidhje me derrat. Atëherë ata filluan t'i lutën Jezusit që të largohej nga krahina e tyre. Kur ai po hipte në bark, ai që kishte qenë i demonizuar i lutej që të mund të rrinte me të, por Jezusi nuk e lejoi, madje i tha: Shko në shtëpinë tënde, të tutë, dhe u tregoi atyre sa bëri Zoti dhe si pati mëshirë për ty. Dhe ai shkoi dhe nisi të shpallën për Dekapolis për sa i kishte bërë Jezusi, dhe të gjithë u mrekulluan. Dhe kur Jezusi kaloi përsëri në bregun tjetër me bark, një turmë e madhe u mblodh rreth tij. Dhe ai qëndroi në breg të detit. Atëherë erdhi një nga krerët e sinagogës me emër Jair, që kur e pa i rate këmbët dhe i u lut me të madhe duke thënë: I me bi është duke mbaruar, eja, vëri duart mbi të që të shpëtohet dhe t'jetoj. Dhe shkoi me të. Një turmë e madhe e ndiqte dhe shtyhej rreth tij. Tani një grua që kishte një rrjedhje gjaku prej 12 vjetësh dhe që kishte vuajtur shumë nga mjek të ndryshëm duke shpenzuar gjithë pasuritë e veta pa kurfar dobie, madje duke u bërë më keq, kur dëgjoi të fritej për Jezusin, u fut në turmë dhe pas shpinës preku rrobën e tij, sepse thoshte: Nëse vetëm prek rrobën e tij, do të shërohem. Dhe menjëherë ju tha burimi i gjakut saj, dhe ajo kuptoi në trupin e vet se u shërua nga sëmundja. Por menjëherë Jezusi, duke kuptuar në vete që një fuqi kishte dalë prej tij, u kthye midis turmës dhe tha: Kush mi preku rrobat? Dhe dishepujt e vet i thanë: A nuk po e sheh që turma po të shtyhet nga të gjitha anët dhe ti thua kush më preku? Por ai vështronte rreth e qark për të parë atë që bëri këtë. Por gruaja e friksuar e duke u dridhur, nga që dinte se ç'kishte ndodhur, erdhi dhe i ra ndër këmbë dhe i tha gjithë të vërtetën. Por ai tha: Bi, besimi yt të shpëtoi. Shkon paqe dhe je shëruar nga sëmundja jote. Ndërsa ai ende po fliste, erdhën disa nga shtëpia e kryetarit të sinagogës duke thënë: Jo të bi ka vdekur. Pse e bezdis akoma mësuesin? Por Jezusi, sapo dëgjoi fjalën që u tha, i tha kryetarit të sinagogës: Mos ki frikë, vetëm beso. Dhe nuk lejoi që ta shoqëronte kurkush tjetër përveç Pietrit, Jakobit dhe Gjonit, vëllait të Jakobit. Dhe erdhi në shtëpinë e kryetarit të sinagogës, pa një rrëmuj të madhe dhe njerëz që qanin dhe ulërinin me të madhe. Hyri dhe u tha atyre: Pse bërtit një qani? Vajza nuk ka vdekur, por fle. Dhe ata e përqeshën.
Por ai, mbasi nxorri jashtë të gjithë, mori me vete atin dhe nënën e fëmijës dhe ata që qenë me të dhe hyri atje ku që shtrirë fëmija. E mori prapër dorë fëmijën dhe i tha, Talitha kumi, që e përkthyer do të thotë, vajz, po të them ngrihu. Dhe me njëherë vajza u ngrit dhe filloi të ecë. Ajo në fakt ishte 12 vjeçe, dhe ata u habiten me një habit të madhe, por ai urdhëroi rreptësisht që askush të mos e marrë vesh. Pastaj urdhëroi që t'i jepnin asaj të haj.